trajtuar edhe kërkesat e Forumit Ekonomik të Grave për drejtat e grave dhe kanë kërkuar një përkrahje nga partitë politike kushdo qoftë prej tyre që nesër është në qeveri që të ketë më shumë mbështetje ndaj grave edhe duke siguruar punësim së pari e më pas edhe duke vazhduar me të tjerat. Zotri Krasniqi e përmendët nga përshtypje që jeni i bindur që AK nuk e diskuton në pragun. Çfarë ju bën si partit jeni të bindur që kjo do të jetë ajo se çfarë do të dëshmohet dielën? E para kështu pe lidhe me historinë e lavdije. Unë për veti jam shumë, si me thonë me fatë, se jam mesin e generalve të dëshmuar të luftës, të djemve të asfaltit, të shqiponjave të zeza, një brez që ka dhenë shumë sakrificë edhe i ka qëndru në krah Zotit Haradinaj. Për cilë të një përshëndes që ata janë të angazhuar që edhe pse janë jashtë struktura me mbështetjen me përkrah aleancën për ardhmërinë e Kosovës. Ose aleancën tash për shkak që ne veç kemi hyrë në këtë procesin e fundit zgjedhor ku do të ketë edhe disa ndryshime në emën. Ti e sheh frymën kur diskuton me njerëz kur takohesh, e sheh balancin se si ka qenë zgjedhjet e kaluara si janë tash. E sheh rolin e Zotit Haradinaj që unë vetë kam rrugtu në politikë, ndoshta edhe vetë shumë herë, jo me dashje, pa dashje, për shkak të këtij kontaminimit politik kam hedhë ndoshta gur të panevojshëm ndaj figurës së Zotit Haradinaj, por ti kur e sheh më afër. Jeni penduar? A i bie kjo që jeni penduar? Në fakt nuk jam penduar për kauzat që kemi pas se aktivist lëvizjes vetëvendosje. Mirë po, normalisht jam penduar se korrupton të 19 vitet e jetës tënde edhe jep frym, jep rritje, jep zhvillim një subjektit politik për mos me pas privatizim, për mos me pas degradim, me pas progres.